Një i burgosur 23 vjeçar me origjinë nga Kosova është arratisur nga spitali i Bolzanos në Itali në orët e para të mëngjesit të së enjtes. Sipas mediave italiane, ai dyshohet se kishte mashtruar gardianët duke pretenduar se kishte gëlltitur detergjent me qëllim që të dërgohej për trajtim në urgjencë. Pasi i u nënshtrua kontrolleve mjekësore dhe u lanë në vëzhgim në spital, i ri u shfrytëzoi një moment rreth orës 03 për t'u larguar pa u vënë re. Sipas raportimeve, ai doli nga hyrja e spitalit dhe u zhduk, ndërsa kamerat e sigurisë kanë regjistruar momentin e arratisjes. Autoritetet po analizojnë pamjet për të gjurmuar lëvizjet e tij. Me njerë pas ikjes, policia italiane nisi një kërkim në zonën e Bolzanos. Në aksion u përfshin policia dhe karabinierët dhe policia hekurudhore, të cilët kontrolluan rrugët dhe pikat e mundshme të arratisjes. 23 vjeçari ishte arrestuar më 1 maj dhe po hetohej për akuzat e rënda, përfshirë rrëmbim dhe zhvatje të parave nga familja e bashkëshortës së tij. Gjatë arrestimit, autoritetet kishin gjetur edhe një sapat të vogël në automjetin e tij. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur hetime edhe për të sqaruar rrethanat e arratisjes dhe përgjegjësinë e stafit që kishte për detyrë mbikëqyrjen e të burgosurit. Sipas mediave italiane, ky është rasti i 4 i arratisjes nga burgu i Bolzanos brenda një viti.